Sot nga marrë një dhurat të jashtëzakonshme nga Pandeli Pasko Kuteli, djali Mitrush Kutelit, më ka sjell 7 libra të Mitrush Kutelit të botuara para vitit 1944, para ardhjes komunizmit. Kapedan Gardani me shok, Sulm Elot, i cilin e ka, është i jashtëzakonshëm, së bashku me Izedin Jashar Kurtullan, Netët shqiptare, rrëfime, Mitrush Kuteli, Kaplan Agaj Shaban Shpatës, Ago Jakupi e të tjera rrëfenja i 43-shit, nga tregimet më të bukura të Kutelit, Mall e Breng, një vështrim për Mitrush Kutelin nga Noli, dhe Këngë e Britma nga qyteti i Djegur, i mbledhur nga Mitrush Kuteli. Libri është i papërdorur fare, ka qenë pjesë e bibliotekës Mitrush Kutelit, një prej shkrimtarëve të mi të preferuar. Që kur kam lexuar librin e parë të Mitrush Kutelit, jam manitur, edhe nuk e di pse më dukej krejtësisht ndryshe nga gjithë shkrimtarët që kisha lexuar dera ditë. Domethënë, shumë faleminderit. S'ka dhuratë më të bukur se kjo.